Mos të pas të lokja, jenë e njom të neshesh ma të qakej. Patët pest, a nuk ishin njom? Mos biri nans, se vetëm tim kemet. Mjeshtër ormark. A kanë tyar tjetër kjo gjo. A nuk po thu qoftë mirë or Kreshnik? Pse? Për qoftë mirë është kjo kasi? Po për çfarë tjetër mund t'jetë? Jepu dorën. Për dike vërtet është dasëm. Po për të tjerët është mort. Dasëm, mort. Të që për i hangër tjerët, kemi fesh pra në gjeri palavrat. A për të tremin këta bura, Burave nuk u ka i jetë kërkosën përfitore pa lavdi. 500 push kundër 5 trimave e treguan se çfarë burash jeni. Ato të 5 ishin komunista. Dhe për komunista nuk zbatohen zakonet tona. Por nuk ke fajti. Nëse toka ka nevoj për ujë, rinia ka nevoj për këshilla. Ashtu është dom. Por ju veç këshillave e zakone fashiste nuk pranoni të tjera. Nuk pranoni asgjë veç egoizmit tuaj. Ja dhe një altruist tjetër. Boshestane do të shkon të ma për 7, të fliste ma pak dhe të dëgjon të më tepër. E në mos pash respekt për mu, du të kesh për robën që më kanë besu. Si ke kokën të presin festën, dom. Mbyllë gojnë po them. Shkolla të pas kanë rruë dhe të folmen, ortos ka i njom. Por s'ke fajti. Kur bishti rënën ma tepër nga sopata, vaj me det për atë kull. Djali jytë, po na del komunisti 6 në krahinë o Gjinë Martini. Të del gabim llogaria e komunistëve or Pjetër Mustakuqi. Pas kemi qëllu këtë në vig. Duhet ta kishim fillu që këtej. Qëllo Pjetër Mustakuqi. Se pa u tret jona bjeshkve, nga kjo krisën dhe një zjarë tjetër do të shtohet atyre të pestëve që ndezi populli. Dhe vdekje më nderuar nuk dua. Rëngoj dhamët or bastard. Se menimet e marru në hua po ta skuqin qumshtin që po të shfuton për goje. Po, besa, e im rryt për turpa nderi unë gjitë jetësime. Kujti ke thënë byrëm në konako Gjinë Martini. Me ke po ngredolli o Gjinë Martini. Çfarë po ju uron tradhtarëve të pa besë që sharp të zi po ju edhin nenave mi kokë. Po nuk kam punë me ty. Bastarde i pa besë shky! Kësaj gostije nuk I ka met ma ka mes dhe barra për jak pull shpinën. A ka burra kjo kull? E ka hak plumi këqen! Nuk do të puti dhe dorë Pjetër! E lyp kanuni dhe nera kësaj kulle! Se miku nuk fjetë të sofrë mërë! Lëshomni! Lëshomni! Mos marë Gjinë Martini! Do të ndes me dorën ti me këtë zjarin e 6!
komande së me zleut. Ne e bem detyrën tonë. Dhe tani vetëm komanda supreme aleate ose dora e Perëndis mund të ndaloj forcat e Enver Hoxhës. McLean. Kreshnik. As hini mos ngelt prej tyre. Hini nuk do të mbetet. Por hija e tyre nuk shtuket lehtë. Prap do të kemi hije o bir. Ma vështirë është të djegësh kullat që kanë shpirt, se sa kullat që rrinë maj kodra. Po bir. Ma par ato që na shesyni. Ma vonë ato që na njën zemra. Gin Martini, ti doqen kullat. Kanë djegur kullat e mia? Kanë djegur kullat e Martinajve? Po, bashaj me zyt me dorën e grus tane. Aja është ba ma komunist se sa Sokol Pashkani. Neftar nuk as në gjunë në i herë që gratë të djegin kullat e tyne. A i djarë nuk është prej gjaku tanë do Gin Martini. Ta kisha varar që atëhere do të kisha shpëtuar nga këtë trup. Unë do t'iki jashtë. Ju do të vazhdoni luftën maleve. Shqipëria nuk do të mbetet në duart e komunistëve. As të Timbiri. Gjermani po bie. Po ron Amerika! Ron Inglizi! Kur të kthehem, nuk kam kohë të merrem me Timbir. Merreni! Po e hedh për Timbir. Kush ta gjej nga ju le ta vras. Le të filloj lufta jonë kështu, që nga bitë tanë, që nga gratona. Ne duhet jemi të pamëshirshëm. Ndryshe komunistët do të na rrethojnë me një zjarr ferri dhe ne nuk na mbetet tjetër, veç se të vrasim veten si akrepi. Merreni! Pa i përqile për dhe. Do ta mojmë amanetin Gin Martini.
Gëzoni, se dardha ka bishtin mrapa. Treni. 4. 5. 6. E gëzov shtokën lalse. Toka ime. Toka ime. Toka ime. Toka ime. O e nis vallën edhe ti? Mos arro se e ke opingen e shpuar, or zhandar. Mos futet në i ferr. Ikor tërëq. Po ti çfarë do këtu? Atë që do dhe ti. Po ikin e kërtirat! Po ikin kriminalet baleve! Dy humem. Dy duhet fitojmë. Veproni! Mramja, mirë se u gjej. Mirë ardho! Hajde ke haxha. T'ka ble haxha? Kpuc. Merri. Ju i keni peshjeshe të mrena. Leshi dhe kole ju qojnë gjithë dhe falë me shnet. E si janë? Kishin shumë punën e nga miniera. Besa po në nërojnë bolën punën ata vlazën. Po ti, au the se qeveria në vato. Oj, sot i shpis! Hajde, urnoni! Urnoni mren! Afro pak se kemi pun. Hajde në mran për puna. Ona kena gzim sonte. Gëzoj e tokën time, lalse. Cilë një kriminalet ose u doqëm branda! Ishin peshur partiz. Leshi e kola nuk kanë rrugë tjetër veç se të vinë me ne. Dy humem, dy do të fitojmë. Gjetan! Gjetan! Jam unë sot i Filipi! Kriminalet vranë e dojnë shpinë e dheshit kolë që punojnë në robik. Ata janë dek skavra gurt. Pas me!
me të rrethuar nuk kanë nga të ikin. Do të morni aty nga uria! Hajde, hyrëm se kemi dhe për ju sa të doni. Tani ose do dalin, ose do mbyten. Shoku gjetan! Shoku gjetan! Çfarë ka ndodhur? Kur përsiste pushka, fjalën e kishe më të lehtë. Ke turp nga unë? Sa e madh që jam. Do të na shohin të dyve dhe kush e di se ç'do thonë. Për ne nuk duhet të ketë asnjë rëndësi se çfarë flasin gojët e liga. Po ti je komuniste. Prandaj duhet jetë ashtu siç është, të çiltër. E jo të mbërthyer në kanune, se ajo na përket ne. E çuditshme, Kreshnik. Ti thua gjithnjëti që mendoj unë. Nuk e ka menduar kur që dhe ti. Që dhe unë? Çfarë? Po sepse jeni shumë serioz. Merreni me punë të mëdha. Lufta, halle dhe sikur. Ulu, Kreshnik. E di përse ke ardhur. Shumë mirë atëherë. Edhe unë po të them hapur. Ju nuk po më ndihmoni. Ne edhe kështu luftojmë kundër armiqve dhe gjithë bandave. Shoku Sokol. Lufta nuk bëhet vetëm me pushk. Ne shpejt do t'i pastrojmë fundrinat si Pjetër Mustakuqin me shok. Pjetër Mustakuq. Ata janë veglat e zbulimeve armike që janë lyer kokë këmbë me krime dhe malsinje mirë ata. Prandaj edhe unë, kupton. E si mund qëndroj qetë? Mirë, dakord. Po ta mendojmë njerë dhe ta bisedojmë këtë punë, Kreshnik. Prandaj edhe ti.
pushk. Prandaj ta mendojmë e ta bisedojmë këtë punë or Kreshnik. Armiqtë e jashtëm dhe të brendshëm kanë për qëllim të ulin vigjilencën me forma dhe mjete nga më të ndryshme, që të krijojnë kështu shtigje për goditjen befasi. Ata e kanë rritur veprimtarinë e tyre armiqësore, duke krijuar grupe, organizata dhe rezidenca për të minuar ekzistencën e pushtetit popullor. Urdhroni, zotri. Në Shkodër është formuar organizata demokristiane me nkry Pader Gjon Shlakun, e cila vepron Puk, Mërdit, Lesh e tjerë. Grupi Bashkimi Shqiptar i jezuvitëve me nkry Pader Giovanni Faustin me qendër në Shkodër. Në Mirdit është krijuar organizata Komiteti i Maleve. Më nëkrye Mark Gjon Markajn, ish ministri i punëve të brendshme, dhe grupi i Pjetër Mustakuqit veti 10. Në Tiranë vepron grupi i deputetëve intelektual me në krye Shefqet Bejën dhe Rizat Danin. Organizata e Bashkimit Demokratik me komitet qendror në Tiranë në krye të cilit qëndron Sami Qeribashi. Po në Tiranë vepron organizata intelektualve të drejtuar nga Fulsi. Gjithashtu në Sarand vepron agjentura kolonelit Englez Pridej. Të gjitha këto pseudo-organizata politike të drejtuara nga anglo-amerikanët kanë për detyrë dhe objektiv kryesor që të shkaktojnë trazira të brendshme, me qëllim që t'u japin rast qeverive amerikane dhe engleze për të ndërhyrë ushtarakisht në Shqipëri, nën pretekstin e vendosjes rregullit. Në anë të ashtu quajturit Komitet Shqipëria e Lirë, ata veprojnë nga ajri, deti dhe toka. Nga kjo situatë, reaksioni i brendshëm që lidhet me atë të jashtmin me fije të dukshme të padukshme, ka arritur me kërcënime dhe vrasje të zëvendësoj njerëzit e besuar me elementin e vet. Në zonat ku vepron, ka krijuar rrjetin e vet informativ dhe merr vesh lëvizjet e forcave tona. Agjenturat e huaja kanë përgatitur banda diversioniste dhe në bashkëveprim me reaksionin e mbrëmshëm përdorin të gjitha mënyrat për të mbjellur pakënaqësi. Thurin intriga dhe bëjnë për vete njerëz të lëkundur, duke i mashtruar për t'i hedhur kundër nesh. Por mos harroni shok porosinë e madhe të partisë. Luftën për të fituar njeriun. Midis tyre ka malësor të gënjyer, të tjerë kanë ikur për shkaqe gjaku ose rrahje. Në këtë kuadër futet operacioni Zjarr. Për zbatimin e tij ngarkoheni ju, shoku Gjetan Bardhi, që do të mbani pseudonimin Rebeshi, bashkë me shokun Shpata. Veprimi juaj do të jetë në veri. Kështu pra, shok të frontit. Tashti çdo gjë është e qartë. Shoku Kreshnik ka njoftuar me vonesë fshatarin Hilndov. Ky i fundit pasi mori vesh vrasin i friksuar tentoi ta rratisi. Por nuk e arriti se u kap nga forcat tona. Për dënimin të gjithë shokët janë dakord. Kjo është pakujdesi që e pagua me jetën e njeriu tonë më të shtrenjtë, shokut Sokol Bashkani. Unë nuk jam dakord. Është shumë pak ky dënim që jepet Kreshnik Martinit. Unë nuk e marr vesh këtë punë. Tjetër biseduam me tjetër për natë. Ai do të dënuar. Si? Po ai do arrestuar në vend. Çdo më thënë kjo isha bllokuar nga romatizma? Ai njoftoi fshatarin. Çfarë? Jo, asgjë, s'ke mirë. E shkoi tha njeriu do kujdo, që të lajmëronte shokun Sokol të mos kalonte nga shtegu i ngushtë. Nuk ma mori mendje që ai nuk do të arrinte të njoftonte. Dhe mos i ngatropont. Po si? Ti lem në mjergu. Të mos harrojmë shoku i biri kujt është. I kriminali, me fare fista ratisur, të njofosur me qakun e popullit. Mbyllë kur mallin se për ndryshe në nëngryke pushkës. Ky është kërcënim? Nervozizmi ti është i njohur.
Ky nervozizëm na ka sjellur pak nëjësira. Na ka diskredituar. Dhe të mos harrojmë fjalët e këqija që janë hapur për atë vajzën. Dani, çfarë doni? A je si je, Kreshnik Martini? Qosh me nderë i mrit. Apo mërzitet? Nuk më ka vdek njeri. Njeri u mërzitet ma shumë nga halli se sa nga vdekja. I gjalli dhe halli janë bashkë. I gjalli dhe halli janë luftë, o Kreshnik. Po ti i ri, ke kohë me ilësu. Shumë gjera po i mësojmë para kohë i mrit. Ajtë miru pa. Ju lutem. Shoku Kreshnik Martini, mos ndodhet e kjo. Po? Urdhënoni më. Jo, nxitoj, pres ta takoj këtu. Mirë atëherë, po e thrasun. Si jeni shoku Kreshnik? Mirë, faleminderit. Si e qoni? Mirë. Ju sjell fale për Mark Martinit. Për Markut? Po. Si ish Mark? Mirë është. Kam kohë që se kam parë. Ashtë transferuar në repartin tonë, pret t'u takoj. Ashtu. Unë për vete e kam vendosur punën time. Nuk po mune me duru ma kështu. Babën ma vëran këta. Ti ishe komunist në qeveri, brëndaj shiko se ku të flakën, po mua pasaj. Çfarë të beshor, Mark? Nuk ishte budalla agja që iku jashtë, jo. Ti e i viri, e unë nipi ti. Si thoti? Ti ikim. Rrugën e kemi... Rrugën e kemi qelur. Njëherë shkojnë tek ata të malit, e nëpërmjet tyre shkojnë tek agja. Ata të malit nuk besojnë muar, Mark. Një quajnë të shqitur të komunistët. Jo he burri dhe, po tashti është marrëvesht puna jote. A ke menduar mirë të puna kushëri. Mos po të merë në qafë ky Pietri. Si shumë shpet ka besuar ti. Pse? Se ti vërtet je një vigjinit. Por mos haro se edhe kushëririmi parë. A thua nuk ka dyshime ky Pietri? Pietri ka nevojë për njerëz dhe jo për dyshime. Pastaj unë i kam bërë disa shërbime atyre të malit. Pres lajme dhe. Në qetë. Të presim edhe pak. Nuk kemi çfarë presim. Vëlla Pietri porosit mos me i besu Kreshnikut. Yt vëlla më duket se nuk është në vete. Tashti mos me i besu Kreshnikut. I kja shti. Sa kushton kjo, shok? 200 lek. Sa? 200 lek. I kja ti prej komunistëve, do të bëj shumë përshtypje, brenda edhe jashtë. Po të regosh i pa pjekun, ormec. E si duhet mu të regu i pjekun? Po si kur ky t'jet një kurth komunistësh, e? Mos i ke besu dhe lidhjet e tua me tim vëlla? Po, Kreshniku është vllau im. Po kur fort, prej tashti kur t'arrestojnë sigurimi. Jo, Kreshniku nuk është i tillë. Si kur ta din Pietri na vret të dyve. Pietri, ndoshta as ty nuk beson. Ti ke rreziku planet dhe lidhjet e tia. Pietri si kur ta di? E çfarë? Me gjo këtu. Ti duhet hidhesh sonte në mal. Çdo orë të rrezikon. Pse? A thu ka që nga truma është kjo punë? Unë nuk i marrë vesh t'ka qohë. Pietri çon fjalë që ti të shkosh shpi dhe vetëm. Po Kreshniku? Për Kreshnikun përgjigje tjetër kush. Ky është Mark Martini. Po, dora vet. Kini në nënvretje. Në qofë se sonte tentoni që ta arratisët, ta arrestojmë? Përkundrazi. Lejojeni që të kaloj. Thuj çfarë të dush, Gjetan. U korita. E përse? Revolveri që kisha në shtëpi, më humi. Si? Po, më humi. Humbi? Po. Me nga dal, ja ta marrin vesh, po... Kur të humbi? Më nam natën. E ku? Po në shtëpi. A ma në shtëpi?
Pa, shiko mirë, burë, se e ke gabim. Nuk e kam as pak gabim. Mu dikush ma ka marrë. E kush ta mori? Kush? Kush? Tjetër kush përveç Kreshnik Martinit? Nuk hynte në shpinë time. Ashtu? Kreshnik Martini. Ai nën punë se ekonomisë që është arratis. Si? Brenda një jave Gjin Martinit ndodhet këtu. Transmeto. 52-28. Mikut mos I besoni. Të vihet në provë. Zbatoni planin kështjella. Ati Kreshnikut nuk duhet me I besu. A e more vesh të Imric? Po more po e mora vesh. Si t'ja bajon me zhbiru këtë punë. Ti duhet që me Kreshnik Martinin Si e bak shto, Kreshnik Martini. S'ke që ben. Tani nuk në duan as misht as armisht. Hajt, se kanë me dasht. Mark Martini ku ndodhet? Për krish nuk e di? Po me cilin duhet të takojmë? Po ku di unë? Më duhet të takoj pa tjetër Markun, kupton? Po ku ti gjaj unë e shkreta? Edhe ti nuk e dëshirë të ndimosh e Imric. Për ty po mundon me gjithë shpirt. Vështë kërkoj me ta gjajmë rastin. Mirë atëre. Sa t'jesh rastin me Imra? Po ti? Ku do t'jesh? Unë do t'jem të shkëmbin dhe namën. Tek pisha I konorë do t'lem një sinjal. Mundi gjo këtu, Imric! Në qafë se takon Markun, do t'besh një bar me dru dhe t'a ullësh në toka për trungut saj. E pastaj? Dhe pastaj unë e kuptoj se ti ke takuar Markun dhe do t'vinë shpinë tënde. Qartë. Po. Dhe shejnë e lam të pisha kunors. Alo? Alo? Po? Ulluni. Urdhëroni. Faleminderit. Po, si ndodhe? Merdi vetë në shpi shoku Gjetan. Si kështu? Si që duket kanë besim të kun nga Pjetri. Me të vërtet e kam vlla me gjak, po e kam edhe armikun tim. Keni të drejtë që e jam rritës. Po, nejse. Ne kemi nevoj për ndihmën tënde. Ndoshta e shtim në dorë kriminelin Kreshnik Martini. Si thua? Çfarë doni prej meje, jam gati. Ti faleminderit. Dhe tashti më dëgjoj me vëmendje. Ne do takomi bashkë. Shoku kapiten, urdhri juaj u zbatu. I faleminderit. Kush e caktoi këtë vend? Vetëm cubave u shkon mendja për kësi punësh. Shumë shpejt I mësoi këto punë të cubave ky Kreshnik Martini. Siç duket ka filluar me punu me dreqen veç. Atëherë, porosin duhet ta krym pik për pik.
Ku duhet ta lejmë barën e druve? Ku dush e burri dhe ut veç punat kryhet. Puna jon maron kur ta fshim ato ikun. Barën po vendosim aty. Fort mirë. Tani do të ndahemi. Ti mëriz do të zbresesh nga erdhëm, kurse ne do të vim më vonë. Do të zbresim nga proj. Mirë. Mirë. Ta shtillet në gjojmë qëfar krizme do të ketë pushka Kreshnik Martinit. Mrica tha se do të vinte Kreshniku. Përse nuk ardhi? Ndoshta u ruhet kurtheve. Ta ketë me nuk aq holl? Ju kam thënë, Kreshniku u ruhet kurtheve. Mund t'i ketë dërgu vetë ato 2 gratë. Kush? Kreshniku pra. Kreshniku apo Gjetan Bardhi? Çdo gjë ban vaki. Mund t'i ketë Gjetan Bardhi me na jallë një synve. E qove punën thellë, Pjetër. Zor se Gjetan Bardhi ju a beson këto punë grave. Mund këtë ndodhë rastisht që ata 2 gratë e prishen sinjalin. Mundet, por ndryshoj. Këtu duhet këtë dorë Gjetan Bardhi. S'ka pse mendojmë ma gjatë. Mrica do na i sqaroj gjitha ma vonë. He? Sinjalin e ngacmuan, por nuk erdhi Kreshnik Martini me marr. Po kush e mori atëherë? Si the? Ate e morën 2 gra. Po ti ja more veç cilat ishin ato? Gjetan Bardhi nuk më tregoj. Po më habit fort moj motër. Ka gjatë vogël nuk mujtë me zbulu? Po nde isha me zbulu, po. Po ti u ke folë shumë gjana atyne, përse nuk mule kam? Kush e di, ndoshta u ke folë edhe për mu, e? Po flet për qartë. T'ka hy frika prej Gjetan Bardhit e ta shishfren mu. Po që se ke ka shtelash e vraje Kreshnik Martinin, ta sjellun ngryk pus. Po davace. Nuk është puna me vra, por me provu. As një plan nuk më na ecën. Dikush na tradhton. Kjo është mos e sigurt. Prit. Këtë punë duhet ta zhbirojmë ngadalë. A ka se si që ai Hiloku? Mu çka më keni thënë kam bo? Po moj popull, po na ngelen shumë punë pezulloj Mric. Një gjë këtu. Po të erdhi Kreshniku në shtëpi, takoj me Pashkun. Dhe... Mos keni parë këtë një cjap? Me sy jo, zilin ja dëgjova. Jam i dërguar i Mark Martinit. Marku ku është? Këtu afër. Shko përpara. Këtu. Mark? E Mark. Më së fundi ja u bashkuam. Tani nuk do të ndajmi me. Kollaj o kushëri, kollaj. Por është herët akoma. Pse erdh? Në qëndru me ne do të me kalu i provë të vogël. Çfarë prove? Duhet me vëra një person që na ka korit fisin dhe na ka dje kullat. Heu? E cili që nga ky person? Dakina. Dakina? Pse me cuca duhet ta filloj,
Po të dhem zemra më duket. Nuk është puna aty, por nuk do ta ndy armën me femra. Ajo nuk është femër, por komuniste. Këtë nuk e prisja. E të mërshme. Të vras dakinën. Rash në kursin e tyre ka i shpec që në provën e parë. E bërë apo jo? Mirë atëre, ku dhe kur? Tek Mërica, nesër mbrëmë. Kreshniku do të vras dakinën tek Mërica nesër, veproni me Memecin, gjethi. Këtu. Ti Mark, do të ngjitesh lart. Kurse ti do të shkosh vetëm në shtëpi. Qillo, dhe posa të marrësh aksionin, do të vesh tek Marku. Pastaj do të vish tek unë. Qartë. Faqe bardh, Kreshnik. Nuk e ka menduar kur që dhe ti. Fillojmë. Nuk më marrë vesh të punë. Bau, Kreshnik. Bau se këj gjak nuk do të shkoj kot. Po ti kush je? Jam Pashkohila. Pashkohila? Të kam dëgjuar. Tash ti do të njihemi më mirë. Shkreti Petrit. Prova kaloi. Një oficer madhor u vra. Si të veprojmë? Pietri. Ç'thot verifikimi i emisionit ton? Verifikimi në kanalin ton luftarak nëpërmjet kasketës vërteton plotësisht se Kreshnik Martini ka tradhtuar komunistët. Familja e tij ka mbetur si mos më keq. Dhe vet ai është dënuar me vdekje nga qeveria e Tiranës. Njoftoni frontin e rezistencës të kujdeset për këtë djalosh. Mos do të lënë jashtë mbikëqyrjes? Përkundazi. Welcome, zoti Gjin.
Ulluni. Zotigjin, tani mund të shpresoni që së shpejtit takoheni me birin tuaj. Mos ka ardhur momenti I shumë pritun për me ndërhyrë në Shqipni? Jo, ende. Por djali juaj tani gjendet mes njerëzve tanë dhe nën kujdesin e frontit të rezistencës. Hajde, ndaj letrën. Hajde ta fitojmë basin, e? Hajde, kujdes. Se për me hili. Shqipe. Ule do. Mos e ngasmon. Vazhdo. Ati. Shtaten. Pashko Ila, agenti vend në shërbim të zbulimit angles. Ka mbaruar kursin e spionazhit në Maltë. 5 herë ka përzyer kufirin. Kola dhe vllai I tij Lleshi, viktimat kurseve të armikut. Qerim qafa, kriminali rregjur, ka vrarë me dorën e tij 12 vet. Zef Nikola me pseudonimin Cubi, agenti vend në shërbim të zbulimit amerikan. Ka mbaruar shkollën e spionazhit në Munich. Krosi, agenti I zbulimit armik, kriminali rregjur. 6 herë ka përzyer kufirin. Ndret Stoda bashkohet me bandën nga një rrahje për shkak të një viçi. Kurse ky është gjethi kuq, ardhur nga një bandë shpartalluar. Në sytë e tij ka vetëm urrëtie. Ai me siguri mendon si të më vrasë sepse Uashtaj meci Martinajve. Si e mërzjarë I 6. Rrëri mos luj. E pas një bësht vjetërër meci Martinit. Po, ashtu është. Na fal, të kemi fut kryt në Gërshan. Allah lu qoftë kur këto bëhen për hir të çështjes. Po të lumë për atë push unë I gjuhë në Tiranë. E pse në Tiranë? Jo vetëm Tiranë, por deri në Washington. Shpëtova mirë. Kujtova se më kishte trahtuar Mrica. Do ta kisha vrarë vetëm se është grua. Po të kishte trahtuaja do ta kishe varë me dorën time. Aja turon për atë oficierin që ke vra. Kishte palët në synët e gjetan bardhit. Ashtu. Po me plagën si e. Ti vem pak myshlisi, mjekim cubash, ta than plagën si me magji. Kjo plagë do të më kaloj. Më keq e kam prej romatizmës. Me zore luaj kemën. Keq e ke. Nuk kemi as një mjek. Po nese, spitale ka dhe jashtë shtetit. Bile dhe matë mirë se këtu. Kush ka një palë Gërshan, mjanë rritë shumë thajt. Luanit I kanë hije. Vazhdo. Përpiquni. Të shfrytëzoni me taktin tuaj. Edhe rrethanat e lojës së reumatizmës. Ju do t'jeni për një perspektiv të largët. Nuk jeni për ta zgjesuar fizikisht një ose disa armiq prej atyre që ju rrethojnë. Duhet të zini vend komandimi, t'i bindni se nuk keni dalë për aksione ordinere, por për qëllime politike të caktuara. Kërkoni koordinim të veprimeve me jashtë shtetit. Mbani qëndrim ndaj atyre që nuk ju pasojnë dhe mbi bazën e veprimeve të organizuara të bëni polemik me krerët, sidomos me emisarët e zbulimeve të huaja. Zbuloni kush është kasketa. Të përqafoj, kometa. Jemi në palat, dimën I ashpër, presim furnizime.
Furnizimet në fund të javës. Vazhdoni aksionit. Ata s'janë në vete. Në këtë kiamet vazhdojmë aksionet. Put, mori drejshit, mori. Dimër jashtë për këj si vjeqmi. Ne jemi në gojë të ujkut, të dalim shëndosh njëherë. Pa aksione nuk dilet gjallë. Po, duhen aksionet. Kështu në është do të nëzitën aleatët për të nërëjmë ma shpejt me forcat armatosuna. Si thuti Kreshnik Martini. Ketë drejt, po nuk sheles. Dimri jashtë. Pastaj aksionet duhen organizuar mirë. Duhet pregatitemi, të bashkohemi se ndryshe... Ndryshe? Ndryshe aksionet ekspozojnë para kohë. Ndjekjet e të kuqve shtojnë e ben më të tmerrshme. Atëherë, përse që janë në porosit me i vazhdu aksionit? Kasketa. Kjo pun duhet me në mirë. Edhe Kreshniku ka të drejt në disa gjana. Qendra nuk i din hallet tona. Si mas informatës që më tërgoj Kasketa sot. Kush është Kasketa? Sot mbledhje vinë dy komunistat të mlej. I shoqënon zëdhën si Sokol Pashkanit. Ashtë rasti bukur për të përvodhë njërë Kreshnikun. Mu më gjenë të shkamit e namën. Zbashkut me Marko. Rasti bukur, besa. Mas me et, Mark! Nuk kemi çfarë presim ma. Prandera erdhi. Duhet ta shkrepim sot mi deleguarit. Sot jemi nisur të marrim ushqime, jo të bëjmë aksione. Hajtë marrë se dhe ushqimet i marrim. Në këtë rast nuk është lehtë bësh aksione. As populli as sigurimi nuk është. Po edhe ne boll kemi heshtur. Kështu po bëjmë. Po u bimi herë aty në komunistëve, marrim ushqimet, një rrugë dy punë. Si do e bëni? I dalim fshatit me kry, godacim dhe ngjitemi përsëri. Si thua ti? Unë nuk mundem. Nuk mundesh? Unë jam keq me reumatizëm dhe nuk vrapoj dot. Do të më kapin të gjallë. Unë kam urdhën për aksion dhe do të bëhet patjetër. Me ngadalë, zoti Pashk. Kush urdhëron këtu? Urdhërojnë shpellat ku po qelbemi. Mirë atëherë, Kreshnikun le ta mbroj krahët. Krahët i kemi shnosh. Veç mos past... Pashkohila. Nuk i nje Martina i ti. Po nese, urdhëro. Ti Kreshnik do t'jesh të shkrep i zi. Po, ty ka shumë rrezik. Nuk kam nevojë për kujdes. Pushkën e pare ke ti Kreshnik. Unë do t'jem dhe kështaja me zgavër. Kurse ti zeft e proj. Ti ajo tradhtarja.
ti ke dhënë fjalën që ta mbardhit në vras mua. Qenë ke trim me cuca, tor Kreshnik. Me cuca si ti trim duhet me qenoj të kin. Hajt pra! Shkrepe! Shpret! Shkrepi pushka e 2 ortakëve të mi mbi deleguarit tuaj. Atëherë do ta shkrep dhe unë. Ja atë janë. Te ka shupat! Kriminela! Shoku gjeton! Shoku gjeton! Shoku gjetan. Çfarë ka ndodhur? Kriminalët duan të vrasin deleguarit. Takova Kreshnikun. Deshta më vras. Janë te kaçubat. Luftar! Urdhro! Të vritët, gështeja me zgafër, shpatë. Pa dëgjuar automatikun tim të mos shtini. Do qëlloni vetëm i gështejën me zgafër, e qartë? Qurdo. Pashka i lartë sup! Qishtë e klithëm? Nuk e di. Kush në ke trahtuar? Veç, na pas trahtuar Zotin në qiell. Për qiell e për dhe, këtu ka trahti i bora. Mëjma që na dërgohen nga jashtë, s'po e marrin vesh se ku po përfundojnë. Grupet ndryshme të ardhuna, ajri, nga teti, nga toka, s'po e marrin vesh se si po zhduken. Disa vriten, të tjerëve nuk u ndëgjohet as zani. Duhet bëjmë disa aksione, që t'ju kundër përgjigjemi. Pa tjetër. Me këto aksione po na rrezikoni të gjithë. Ai që nuk e ka marrë parasysh rrezikun të mos rri këtu. Kur dola këtyre shkëmbime të namë nuk të mora lej ty. Por edhe pa lejen time nuk do t'ishe këtu. Zjarri 6. Zoti tjetër mos ta kuqi mos.
Sum! Hirveni të guri vdekjes! Sot korba të të kenjë drejt mirë! Të pesë pjetër! Pak pustu, nuk t'i gjab pjetër! Që shkjo qemor pjetër, me vesin a erdi koja! Kam 15 vjetë në shërbimin tënë! Pjetër! Mos më merë në qafë! Në nga dalë o pjetër. Lera me mesin të flasë, gjithë jetën ka heshtur. Me urdhë të pjetrit! Unë dhe kasketa! Vram për bandë dhe vlam e leshën e të kolës! Kjo është fifje! 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 Kasketa na ka qakun përsh, pa unesh me te, as toka nuk në mbat. Prejnë nitarin! Ti! Ti e të thar! Ti ke në takime kasketën një! Njaftë e zjatëm! Kjo është dyshi sigurimit! Kush është kasketa? Kasketa nuk na përket ne. Kasketa u ka gjakun borsh të dy vlezëre. Me kasketën do të bisedojmë vetëm unë e ti. Unë nuk kam donë këtë punë, po doni mos më besoni. Që ku jam? Planet tona dunë që kasketat mos preket, sa është një qeshtje e madhe. Mos të vrisi djalin! Pejtoni burra se po përmyte shfera! Afroni, shpëndani ku të mundeni. Mas të rritit që do të takohemi të shkamit e namën. Nisëni! Këta male nuk e mojnë do të tradhtin. E shoku Petri, atë kaloj narkoza. Si duket Saranda, shoku magazinjak? Mirë, mirë, po merr malli për shokët andej. Kështu civil nuk i njesh fare. Ashtu? Po, me Maricën çfarë u bë? E kemi lënë të fler akoma me ëndrrat e saj atë zezë.
Shoku Gjetan. Urdhro. E po mu, më falni. Miru pafshim. Miru pafshim. Qenë ke të retur pak kreshnik të rimi. Pas ke vuajtur. Pak. Por nuk di si ta them. Gëzimi I sakrificës më shbër shok I pandar. Ashtu është. Për atë që vuan edhe e do më shumë. Këtu janë rrënjët e lidhje son me popullin. Nëna do më shumë atë fëmijë me cilin vuan më tepër. Si e qon me Pjetër Mustakuqin? Ka zënë misit fort. Ashtu? Po. Ndrecën dhe dy vlezërit I pashtë të thyre që shpardhje. Bukur. Letra në kulaçin e I lukut e mbolli farën e dyshimit dhe e vuri Pjetrin me shpatullën në mur. Aty doli dhe kasketa, I cili ishte ratisur. A e zbulove kush fshihet nën këtë pseudonim? Po. Nën kasketën fshihet koka e Sotir Filipit. Sotiri Qenka? Ai për ta shumë I rëndësishëm. Mos, more. Bukun e pas e hedhur. Gjetan. Urdhëro. Sotir Filipit asgjësohet në rrethim. Që kreshnikut mos rrezikohet jashtë. Surdhëron shoku kometa. Ti ke edhe një rrethan tjetër që të ndihmon. Në mes të këtyre grupeve ne kemi edhe të tjerë shpata, të cilët tani janë në krye të bandave. Ashtu? Ku janë? Kur të vi koha, do të njihesh edhe me ta. Tani duhet hedhur mendimi se për punën e aksioneve duhet biseduar edhe me ata jashtë, me padronët e tyre. Ne kemi hyrë në polemik me zbulimet e huaja dhe po imponojmë atyre lojën tonë, për të zbatuar me sukses planin e ardhshëm. Tani ka ardhur koha t'i lajmë hesapet me bandat. Nisni. Urgjentisht delegacionin për në qendër. Ne po kalojmë për para. Mirë, nisuni. Fan, urno. Shoshnej deri te baza Cubit. Si urnon? Do të bash shefa ndaj. Shefit edhe për mu. Mos len rrugë pa shkelë dhe na kujto edhe ne këndaj. A ke qenë ndajherë jashtë shtetit? Jo. Po për babën atë ka marrë malli? Po, shumë. Edhe atë e ka këput malli për ty. Me gjithë se kur nda prej nesh, me la këte. Merë! Qeshke, nuk po e kuptoj. Ashtë fisheku I babës tamë. Ma la për ty. Për në vrarë mua, Po, ti atëherë ishe komunist, kurse sot je misioni jonë më I rëndësishëm. Do t'ja jap babës. Ndal! Kush e ti? Jam Doda. Vetëm je? Vetëm? A ke armë? Jo.
Afro me duart lartë. Lene, e një fun. Kanë ardhur dy komunistat mëdhenj nga Tirana. Përse kanë ardhur? Thonë se do na bëjnë kolektiv, doktora pa pare, do të na çelin rrugë treja, do sjellin dritë elektrike, pallavra si këto more tjetër. Edhe këtu kooperativ? Do të na i marrin arat, baktin, gratë, e do të na i bashkojnë gjitha një çanak. Dod, shpejto të arrish Fanin e Krosin, e u thujt në rojnë rrugë. Si urdhën? Le të shkojnë të Gjeloshi. Fanit kthehet më njërë këtu. Si urdhën? Nisu. Kurse aty në komunistave do të gjenë një vend të mirë për të kalu natën. Të gjitha netët. Kështu largojnë vëmendjen nga rruga jyte, Kreshnik. Një rrugë dhe dy punë. Do të vi edhe unë. Kam qef që para se dal jashtë ta shkrep këtë armë mbi komunistët. Tu çojmë miqve një sjarriq të mirë. Heu, po ti je shpreh kundër aksioneve Kreshnik Martini. E tash zdorohet sa të bash një aksion? Unë jam shprehur kundër aksioneve ordinere, e jo kundër këtyre që janë me kaq verë. Në këto raste ka lezet ta shkrepësh. Hajde, mos vënojnë. Pas pak. Nesër përsëri jemi për rrugë. Pastaj me ata Tiranës kam ca borxhe të vjetra dhe duhet i laj. Po shkoj të marr vesh se cilët janë. Uroj të jenë ata që kërkoj unë. Ai miru pafshim. Banda e Pjetrit ka zënë pusin qafë, në drejtim të shtëpisë Dodës. Cilët janë? Pjetri, Cubi, të gjithë. Mungon vetëm Kreshnik Martini. Frani e Krosi që janë nis jashtë. Ashtu? Atëherë do të veprojmë i herë. Kur të plasi pushka ti fan do të futesh në zgavrën e shkembit Karotiq, që andej do të shtiesh mbi ta dhe mbroj që të mos kapi në plumbin. Kuptuat? Kuptova. Mirupafshim. Mirupafshim. Po ty, që edhe mirë të solli. Pse? Nuk më pranoni si mik? Jo, mo ty, ne të kemi si të shpi, se nuk të kemi mik, po kujtuam se... Çfar? Se ishe nisur për rrugë tjetër, de. Thash të bej dhe sonte një dasëm. Pastaj nesër fluturoj lekt si gjethi. Si thua ti? Pse po ikin? Kur do t'i filloni operacionet? Këtë e dini ju. Këtë e din vetëm Pjetër Mustakuqi. Gjethi i kuq ka raportuar që kam ikur. A thua të kënë marrë njoftimin tim në pikën e eshtur që jam këthyër. Si të bëj? Ti që faqen? Nuk kam udhur. Po sikur të plasi pushka. Si u kam të rima? Po ti me si Martinajve, duhet jesh gjemë sënte. Si thunë në recë? Në reca mos qoftë. Hajtë mos e mërzit shpejtit të talë gjethi, po Ke zjarë? E është ndaluar të pje cigarja. S'prish punë, nata e fundit është. E pse e fundit? E fundit për ty. Ti nesër do t'ikësh. Po. Kurse ne do t'ngelemi këtu. Maleve si ujqër të uritur. A do një cigare? Jo. T'ka zënë malli për njëri? Jo, pse? Ashtu kot. Por ti duket si kur diçka kujton. E qfar mund të kujtoj unë? Asgje. Unë nuk kam të kaluar. Nuk kam as njerës që me duan.
Sepse me ata që jetova deri tani, unë u bër armik. Po ti na ke ne? Cilët? Ne. Me jepin cigare. Po t'ja the tani që s'do t'a pinje. Ej, ju atje, mos ta bani zhurmë tashti. Pjetër! Jam unë, kasketa! Jemi të rrethuar! Ky është kasketa. Përgatitu. O sot, o kur. Kreshnik Martini. Rite qerin qapa! Gjithi, tu jam. Ndoj gjë të re. Kreshnik Martini u kthye. Po vrapon në drejtim ç'kembej Vietnamun mas Pjetër Mustakuqit. Mos vlla. Mos më lërë vetëm. Kemi ende shumë punë për të shlyrë fajin tonë.
Që ke plagosur? Që ke plagosur? Një kërvish e letë, gje parëndësi. Po kje? Mos u shqetëso. Ndoj granate vonuar do tjetë. Miru pafshim, shok i dashur, dhe pushka top të bëhet. Miru pafshim Gjetan. Lam të mirë. Sapën në bardën dhe takinin mos u shqetëso. Do të kujdesemi ne. Krosi dhe Dota po të presin të qafa erës. Dasmën do t'a bëjmë kur të thesh. Ndorën tonë dhe Gjetan Bordi. Ku shjeti mëre? Jam në reca. Në rec Doda. Për një vich në dzunat a jashtë. Aha. Ti qenë ke në reca. Shon shpi. Ka kohë që të presim fëmija. Si? Kush e di? Krasi, si njën vetën. Ka mu më shumë gjak. Mund të hecish. Po. Mos u shqetëso, kufirja shtafër. Kështu pra, operacioni Zjarri përfundoi me sukses. Aktualisht, armiku përpiqet të gjejë forma lufte më të storholluara dhe me qitje të largët. Qëllimi i tij është që me këto forma të depërtojë në murin e vigjilencës tonë revolucionare. Pra na duhet të ndeshim në një luftë më të thellë e më të mprehtë. Tani, fjalën e ka Plani, fitoria.